Miq të Piskut, ju përshëndesim dhe ju urojmë një vit sa më të mbar dhe uroj që Shqipëria të jetë në rrugën e drejtë me atë punë modeste që bëjmë ne bashkë me avokatin e mirënjohur, zotin Zaçe Islami, cilin e falenderoj duke uruar shëndet, mbarësi dhe unë ju falenderoj për ftesën. Ju komplementuar për atë se çka bëni për Shqipërinë si një njeri i thjesht për te i profesionit, por si një shqiptar i thjesht. Kjo është ajo që mua më gëzon dhe më mjafton si një njeri që jetoj dhe frymoj në këtë vend. Me që erdhëm te Shqipëria, qeveria e sotme, pushteti i sotëm, në 2021 ka bërë një marrëveshje të fshehtë me grekët dhe ka shitur pjesën e detit që kërkojnë grekët. Dhe ata bashkë me detin duan dhe truallin, sepse dalin me atë kërkesë që kanë ata, dalin 5 milje përpara himarës. Pra duan të marrën dhe komplet bregun shqiptar dhe jugun e Shqipërisë. Dhe praktikisht këto i kanë marrë nga qeveria shqiptare, nga ky tradhtari shqiptar, nga ky mostra që qeverisë sot Shqipërinë, që quhet Edi Rama. Pra, Shqipëria është në ditë hallet. Shqiptarët duhet i dalin zotë Shqipërisë. Në kanë mbetur më shqiptar. Nëse s'kanë mbetur më, pastaj ta dim që mbeti shkrete dhe vate do ta qajmë siç kemi qarë dhe prindrit tanë që na kanë nikur nga kjo botë. Do qajmë dhe Shqipërinë. Tani në botë, në rang global, ka ndodhur një nga ngjarjet që po komentohet të ditë e fundit, marrja, disa i quajnë rrëmbimi për sa i përket rastit Maduros nga ndërhyrja e Amerikës dhe urdhri i Trumpit që e morën Maduron atje. Si e shihni këtë situatë, domethënë? Konsideroni rrëmbim? Jo, absolutisht jo. Aty është arrestuar një kriminal, i cili nga vendi i tij, një lloj si ky Maduro ynë këtu, ka përzënë 5 milion venezuelian. E di se do me thënë tikin 5 milion banor. Dhe unë pas dje protestat e venezuelianëve në Kili, në Brazil, në vende tjera të Amerikës Latine që dalin të tërë dhe përhorasin dhe vlerësojnë dhe mbështesin arrestimin e atij kriminali, se të dish një gjë zotëri. Ta din dhe shqiptarë dhe si që kemi provuar në kurriz. Komunistët janë hajdut dhe kriminel. Hajduti kur të vjen në shtëpi për të vjedhur, o do vjedhi, o do vritet, o do të vrasi. Pa gjë nuk del. Pra, këta janë komunistët. Dhe Maduro ka vajtur atje ku kishte vendin dhe unë këtu gjej rastin ta falenderoj me gjithë shpirt shtetin amerikan, DEA amerikane, forca speciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat morën dhe eliminuan një kriminal, një sadist që ishte kriminali i popullit të tij. Ju si njeri i ligjit, sa të drejtë shihni që një shtet tjetër të ndërhyjë tek një shtet tjetër, siç ishte Venezuela? Ka ndërhyrë te shteti tjetër, nuk ka ndërhyrë tek. Pa pasur një vendim gjykate, le të themi, për atë njeri. Të lutem. Nuk ka ndërhyrë te shteti venezuelian. Ka rrëmbyer, ka marrë, ka arrestuar një kriminal. Kaq, morën kriminalin, ikën vajtën në vendin e tyre dhe s'kanë më punë me qeverinë e Venezuelës edhe me shtetin venezuelian. Sa sovran mund të jetë një shtet, pra kur ka presidentin e saj dhe vjen një president i një shteti tjetër siç është Trumpi nga Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta marrë atë dhe duke thënë që ne do ta qeverisim atë vend, ne do ta drejtojmë atë vend, duke vendosur presidentin që ne mendojmë që do të jetë për popullin dhe ka një parim në këtë botë. Atje ku fillojnë të drejtat e mia mbarojnë të tuat. Që do të thotë Venezuela, ose më mirë me thënë Maduro dhe komunistët e Maduro ishin bërë rrezik i madh, jashtëzakonshëm për sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për jetën e qytetarëve amerikanë, për gjithë botën, sepse nga portet e atij dilnin kontejner me drogë, me kokainë, që shpërndajshin gjithë botën. Dhe në Shqipëri kishte Durrësin që këtu shkarkoheshin kontejnerët e drogës. Të Venezuelës? Të kokainës, po. Niseshin nga Venezuela. Jo nga Ekuador dhe Kolumbia? Të tërë bashkë. Ata janë të tërë bashkë, ata për drogën bashkëpunojnë. Meksik, Ekuador, Kolumbi, Venezuelë, nuk e di Brazil, nuk e di në Brazili, po këto njerë dihet që janë të deklaruara. Nga Brazili na vjen mishi, domethënë edhe e far drogër në të formë si vjen këtu. Nga Brazili na vjen kalbësira e papërdorshme. Edhe një helmësh, domethënë siç janë drograt helme, edhe mishin në atë formë siç vjen nga helme. Na vret, patjetër. Çdo gjë që na vret drogë. Kam hedhur në Facebook dhe
pamje, video, në të cilat duket qartë se çfarë hedhin dhe bëjnë sallam, çfarë hedhin. Çfarë do ndodhi tani me marrjen e Maduros, çfarë do ndodhi nga shteti i SBA-ve dhe me popullin e Venezuelës që nuk janë pak, janë miliona banor atje, edhe pse siç e theksuat ju që janë 5 deri në 7-8 milion që i ka larguar pushteti Maduros, do kjo diktatura e tij. Ishte thënë asaj zonjës që zëvendësoi Maduron tani përkohësisht që t'i thresë mendjes dhe të vendosë demokracinë në Venezuelë dhe të interesohet për marrëvajtjen e popullit të saj. Nëse ajo vazhdon politikën e Maduros, të njëjtin fat do ketë. Ajo dhe kushdo Maduro tjetër në botë. Dhe unë pres kur amerikanët do vinë të marrin këtë Maduron tonë këtu. Që ka bërë atë shëmtir atje që është një turp i botës ajo ndërtesë atje. Ja, ajo ndërtesë atje. Ju mendoni si do të ndodhi, a e besoni që do të ndodhi po njëjta gjë siç ndodhi në Venezuelë me Maduron, edhe këtu në Shqipëri me Ramën? Që Ramën do ta zhdukin nga pushteti ata e besoj dhe është absolutisht e padiskutueshme. Problemi është që mos e bëjnë siç e bën me Maduron, por të vinë aty t'i thonë zotëri jep dorëheqjen tani dhe ik shpejt tani. Po është nga ata burra Rama që e dorëheqjen në këtë. Po s'ka ç'bën se do t'i vënë forma tjera me... Po do t'i vënë oficerët e BK-s, të FBI-s. Do t'i vënë, do t'i thonë zotëri shpejt tani se ke këto gjëra që ke bërë. Por shiko, se ne po i vim problemit anash. Janë 5-80 miliard euro të vjedhura më zotëri nga këta dhe këtu. I shikon këta shqiptarë që rrinë kështu që kalojnë rrugëve, të vdekuret pa mbuluar, nuk ngret njeri të thotë, çfarë po bëhet? Si janë vjedhur 80 miliard euro dhe ne vuajmë për bukë të gojës. Pse se kuptojnë shqiptarët e gjë? Se i ka damlosur me mediat e tij, me propagandën, me gënjeshtrat, me mashtrimet, ca i ka marrë ka futur në punë, ca i ka futur fëmijët në punë, pensionistët janë mirë jemi thonë se na dërgojnë lek fëmijët nga jashtë shtetit dhe prandaj përfiton ai. Mirë po kaq deri këtu nuk shkon më tutje. Nuk e lënë më amerikanët që ato euro dhe dollarët e vjedhur dhe të përfituar nga tenderat dhe nga vjedhja e pasurisë, korrupsioni këtu është modë dhe është bile është turp të mos jesh i korruptuar. Është turp, po, ne tjerë do që s'kemi lidhje fare me këtë. Ne qëmi budallej, ne qëmi pafsh. Të mefsht. Ja kështu. A mendoni se tani këto shtete tjera të fuqishme, siç është rasti i Rusisë, domethënë Kinës, Kores, vende tjera që po reagojnë, le të themi, hashpër me këtë ndërmarrjen e fundit që bëri Trumpi, me lëvizjen e fundit që bëri ndaj Maduros. Do përdor një shprehje. Rusët dhe kinezët janë komunistë një herë, jemi të qartë për këtë punë, dhe lehen si qenin zinxhir kur nuk vjen të kafshojë dot, është i lidhur edhe vetëm bën gam-gam. Edhe ata bëjnë gam-gam se me Amerikën nuk va marr. Jeni sigurt. Amerika... Kur bëhen bashkë, se edhe me Europën nuk është si ka punë të mirë edhe Amerika, ose Amerika me Europën. Dhe të bëhen bashkë, dhe të bëhen. Le ta provojnë të bëhen bashkë. Pa ta bëjnë, nuk e bëjnë dot. Dhe bashkë nuk bëhen dot, sepse edhe me njëri tjetrin ata kanë kontradikta dhe probleme. Kështu që nuk ka... Ju mendoni se kjo gjë që ndodhi është një kthesë për mirë për mbar botën, pra kjo lëvizje që ndodhi me Maduro, ndoshta mund të jetë një gjë shumë e vogël, por që do të marrë rrjedhë tjetër gjithë politika ndërkombëtare. Është një reakcion zinxhir që ose është si punë e dominove, që bien, po ra njëra pas tjetrës. Dhe unë shikoj një goditje të fortë të diktaturave. Dhe mos shkojmë më larg. Ne do shikojmë qendrën e Tiranës. I shikon matan mbas Skënderbeut janë ata gurët ashtu të lidhur me hekur njëri me tjetrin radhë rresht. Luftë s'ke. Probleme s'ke. Pse vë shtetërrethim në qytet, s'ke në kryeqytet. Nga kush trëmbesh? Gjithë udhëheqësat e Evropës që janë vende demokratike vënë në punë normal me makinë e tyre ose dhe me bicikletë, kryeministri i Hollandës. Ndërsa ky ne kishim Lalierën që shkon në bicikletë në punë, por atë shembull, atë fjalën Lali më vjen dot kur e dëgjoj. Dhe presim dhe. Po, dal. Të lutem, hiqe fjalën Lali. Është turp. Se atë janë gjithë Rama për të thënë për ta bërë të dashur të ngrohtë tek qytetarët. Çdo gjë është me e shkruar, domethënë për menduar janë rastësore, absolutisht jo. Asnjë s'është rastësore. Pra, po vetëm ai lëvizën bicikletë, do të thoya se këta janë
flën mbi krimin dhe prandaj dhe mbajnë shtetërrethim në Tiranë. Tirana është shtetërrethim, mos kujtoni se jeni të lirë. Ai s'mund t'i fusë të tërë në burg, po ja të bën këtë të vë. Po, ta jep atë mesazhin, Dhe të thotë që këtu jam unë dhe këtu s'do t'afrohesh. Kaq. Pra, dhe këto institucione nuk janë shqiptarëve, por janë të tyre që i janë personale, i kanë uzurpuar. Po interesat e tyre, karriget e tyre. Po, fiks. Në intervistën e fundit që kemi bërë para disa ditësh, para një viti domethënë, keni thënë që DEA dhe FBI-ja, siç vinë vazhdimisht ata her pas here në Shqipëri, ka qenë këtu. A janë akoma? Çfarë ka ndodhur? Aty janë dhe unë pres që ta arrestojnë Edi Ramës, pres që tjetër. Po Ballukun? Nuk e arrestuar, është ka mbaruar, unë s'ka Balluku as lëviz dot. Pra, Balluku ja... Po është shuar si gjë, nuk po dëgjoj, nuk po marrin vesh gjë. Domethënë, nga presin të mirë vesh, nga kush. Prapë do më japësh po një përgjigje më pak më lart, domethënë. Media. Nuk na japin, nuk na tregojnë. Jep një media fare, se nuk i jep ai asgjë medias. Ai medias i jep ato që do ai. Edhe media jep ato që do ai. Edhe media jep ato që do ai, ka paguar ca legendat që dalin darkë për darkë dhe marrin në mbrojtje krimin, sepse edhe ata kanë marrë nga një kockë. Nga një kockë ai dhe dalin e lehen në për televizionet e tia. Ata ta shikuajturit opinionistë dhe analistë. Në fakt, media nuk jep asgjë popullit shqiptar, nuk i thot asgjë të vërtetë. Asnjë të vërtetë. Të tëra janë mashtrime dhe gënjeshtra dhe e mban këtë popull me gënjeshtra. Çudi po habitem. Ora kaq popull pa dinjitet pas kemi qenë, sa të na gënjej një sharlatan dhe një grup gangsterësh. Kaq pas kemi qenë, kaq frikacak, se kuptoj. Nuk e di, jemi shqiptarë ose jemi pasardhës atyre shqiptarëve që flet historia apo jemi legendë. Se këtë s'po kuptoj. Flitet që këto kohë me këto lëvizjet e fundit që ne përmendëm pak më parë që në Shqipëri do të ketë një qeveri teknike. A është e ullës që në këtë vend, në këtë gjendje ku Shqipëria ta zgjidhë këtë situatë një qeveri teknike? Është shumë e qartë dhe shumë e lehtë për ta zgjidhur. Dhe ashtu do bëhet. Me qeveri teknike, besoj pa diskutim, pa diskutim. Si mund ndodhi kjo? Si do të ndodhi domosdoshmë? Si do ndodhi? Më krijohet 30-40 vjet janë njerëz me shkollë me integritet, me të papërshtatshëm. Kush do t'i përzgjedhë ata? Kush do t'i përzgjedhë? Vetë populli. Pra si do të ndodhi domosdoshmë si proces? Mekanizmi gjendet në moment që vendoset që të qërohet ky, kur të qërohet ky, se do arrestohet dhe ministri dhe presidenti, do futet brenda. Se ka vjedhur dhe presidenti, janë të tërë hajdut këta. E kam dëgjuar edhe këtë. Është vërtet që është do të jetë pari president që do të arrestohet në postin e tij. Është thirrur 3 herë në SPAK presidenti. Këto kohë. Po. 3 herë është thirrur në SPAK. S'është bërë prap. Po nuk ti thonë, po unë e di. Dhe dalë thonë që s'është e vërtet. Është vërtet që do të arrestohet domethënë, janë prerë letrat aty? As bëhet fjalë fare, do arrestohen të tërë. Por çfarë bëhet fjalë? Por çfarë korrupsioni domethënë? Çfarë? Ka vjedhur, nuk mos shkojmë tuti vetëm portin e Limionit Sarandë, ka shitur. E ka shitur ai presidenti? Po, se ishte pronë ushtarake. Po. Pra kush je ti more? Kush je ti more që këtë që është pronë shtetërore? Ku t'ja ka shitur? Por ne kemi halle më të mëdha akoma. Po grekëve aty ku e nisëm apo? Ne kemi me grekët problemin e madh kryesor. Ja. Sepse Greqia i ka zënë të tëra. Pra mos ta zhbëjmë të gjë domethënë te marrëdhënia që themi jemi mirë, jemi kështu me grekët e tjerë. Mirë me grekët ku jemi me grekët? Grekët i ke zot shtëpie këtu. Greku atë Bregdetin me miratimi dhe me tradhtin madhore që ka bërë Sali Berisha. Si populli, me tradhtin më të madhe që mund të jetë bërë ndonjëherë, është marrëveshja që ka bërë në 2009 dhe grekët e kanë në fuqi, e kanë miratuar në parlamentin e tyre. Dhe grekët e kërkojnë atë. Grekët tani kërkojnë, do dërgojnë atë Spirokalen ai, të vejnë, përse do vejnë datën 16 në Athinë, do vejnë marrë urdhra. Dhe pastaj do ta çojnë çështjen në Hag. Në Hag ne e dim që jemi të humbur dhe kështu që automatikisht ky sharlatani që quhet kryeministri i Shqipërisë, ky ka shitur truallin shqiptar. Ka shitur truall shqiptar, ka shitur detin. Gjën më shenjtë për ata njerëz që quhen shqiptar, se pa. Pra, edhe në këtë rast unë bëj thirrje qytetarëve të Vlorës dhe të Bregut dhe të jugut të Shqipërisë. Çoni mbroni tërsinë toksore. Çoni mbroni detin. Gjanjata s'u çuan dot pa 5 ditë pa ujë, domethënë s'u çuan, jo më për harrove Sarandën që harrove atë kryetari drejtorin e ujësisë së Sarandës. E lam 3 ditë sa e lash pa ujë, nuk u ndjej njëri, tha shqiptarët nuk ndihen ore. Ore nuk ndihen shqiptarë, prandaj them u ka vdekur damari i protestës edhe i kërkesave, se kuptoj këtë gjë. Presidenti domethënë ka marrë fund.
Është mbyllur Është mbyllur kapitulli, ka vatur 3 herë në spak. Do të arrestohet, siç është tani presidenti në post apo do të hiqet presin që të largohet nga pozicioni ku është dhe të arrestojnë siç ndodhi me Ilir Metën pasi ishte president e arrestuan pastaj. Planin dhe Është metodën shumë shpejt. dhe metodologjinë e din ata që do e realizojnë. E kam dëgjuar si rast që thonë që do të jetë i pari president që do të arrestohet në pozicionin ku është, në postin ku është si president. S'është i pari, do jetë i dyti se Hashim Thacin e arrestuan në zyrë. Flasim në Shqipëri. Kështu që shpresojmë që gjërat të marrin në udhë për mirë. Dhe unë mbështjellë shqiptarëve dilni të mbrojmë tërësinë toksore se jugun e Shqipërisë po e merr greku. Jugun e Shqipërisë po e merr greku. E ka marrë në fakt, për ata e ka marrë, kanë filluar shpimet. Jo më larg se dje pas profesor Sazan Gurin që dhave koordinata se ku kanë filluar e çpojnë. Ne anje s'kemi, ne ushtri s'kemi, ne njeri s'kemi, ne qeveri s'kemi, ne president s'kemi, ne ministrit jashtme s'kemi, ne kryeministër s'kemi, janë të tëra të grekut dhe ndaj duhet i dalë vetë zotë vendit. Në çdo pyetje që po e bëj thoni që e keni me shqiptarët. Duhet çohen shqiptarët, i bën thirrje që Po çohen. dili zotë vendit. Po ku ti dalin zot? Me këtë çohen. Çohen me Berishën që ka protestë sot. Të çoheshin dje me Me Adriatik Berish, Lapën. me Berish. Po Berishën që ka bërë marrëveshjen e det në 2009 pra. Po Berisha ja tregu. Berisha është në ndjekje zotëri, është në hetim, është personën e hetim. Po. Po të çohen me Adriatik Lapën, që ishin dje në protestë domethënë. Adriatiku është djali i Sorosit. Me këtë çohen, kjo është ideja. Me kë? Me kë? Të çojnë më të dalën atë se do t'i gjejmë njerëzit që Do t'i gjejmë njerëz. që të protestojnë. Pra, ajo qeveria teknike, kush për shembull mund të propozoni ju 5 emra, kush mund të jenë për shembull? Ha për hë jo, tani Jo, tani. ha për hë jo. Por di që ka njerëz me integritet që do ta bëjnë në detyrë. Rastin e Pollum Pilinçit se nuk e kemi diskutuar. Si e shihni si mundësi, domethënë që edhe ai ka shpallur domethënë qeverinë e tij si kryeministër dhe 13 ministrat e tij domethënë. Pollum Pilinçi ka hapur një podcast atje në Sauk dhe flet vetëm natë për natë dhe na tregon se çfarë mbjellet, çfarë korr Shqipëria, çfarë pasuri ka Shqipëria, çfarë kemi hequr nga komunistët, sa kemi hequr e si kemi hequr, po deri tani s'ka asnjë veprim konkret. Nuk ka konkret. Pa mund të jetë domethënë ky një alternativë për këtë qeverinë teknike ose ai sa ka kabinetin e tij? Ai pretendon që ka krijuar qeverinë teknike, edhe ka prezantuar, edhe këtu ke sheshi Skënderbej kemi qenë aty që është prezantuar qeveria teknike, mirë po. Ju si avokat, Asnjë nga ana veprim nuk ligjore, shohim aty. duket e drejtë kjo gjëja, domethënë që kur kemi një qeveri që ju nuk e konsideroni as unë, edhe shumë shqiptarë tjerë nuk e konsiderojnë siç është qeveria Rama, që as nuk e kam votuar, nuk kam jo te pas një nga këta që janë, po e them publikisht, e kam thënë vazhdimisht domethënë. Por a mund konsiderohet ndërkohë që ky është zgjedhur me 83, 84 mandate? S'është vërtet, ka vjedhur, s'është zgjedhur. Patjetër, po. Jo, Okej, i ka vjedhur. Por mund konsiderohet një qeveri tjetër paralele nga ana ligjore, them gjithmonë. Jo paralele, do zhbëhet kjo, do jap dorëqen ai, do arrestohet ai dhe atë me njëherë do marr pushtetin qeveria. Ju shihni me vend që të jetë kryeministër Pollum Pilinçi? Atë se di ai fuqitë e tij dhe aftësitë e tij, nuk e di unë, nuk e njoh. E kuptoj. Zoti Zaçi Islami, të falenderoj shumë. Falenderoj shumë për misionin që her pas here ngrini zërin, e them gjithmonë edhe ndoshta bëhem si i mërzitshëm, miq, zgjojeni me vëmendje. Sa të jem gjallë do ta ngrënë zërin dhe do flas, sa të jem gjallë. Të falenderoj shumë. Një vit të mbar dhe sa më shumë suksese dhe të keni shëndet. Faleminderit që jepni atë siç ka ndjeni dhe për një shqiptar të vërtet. Faleminderit. Të përshëndes. Miq, ju përshëndesim. Të jeni mirë.